Veprimtaria e protagonistës son Kashi çështjes kombëtare ka nisur qysh në vitet e 80-ta, kur dinore Curri Hasan Metaj nëpërmjet protestave sensibilizoi çështjen kombëtare, e me këtë rast edhe u burgos ku u dënua me 11 vjet burg. Për 4 vite e 1 muaj qëndroi në burg dhe në pamundësi për të marrë me tjetër gjë. Ajo nisi një profesion mjaft delikat dhe interesant, që nga atëherë tash është bërë profesioniste e qepjes së rrobave kombëtare. Nga fillet e saj, ajo tashmë në qendër të Deçanit ka hapur edhe dyqanin e saj ku i punon rrobat kombëtare të nuseve si dhe për fëmijë. Në dorë mban një copë materiali nga i cili do të bëjë një fustan lustrie, natyrisht të karakterit kombëtar. Procesin e punës dinore Curri Hasan Metaj e shpjegon me dashuri. Gjatë bisedës ajo vazhdimisht e thekson se këtë zanat dëshiron ta shpërndajë sa më shumë tek gjeneratat e reja, pasi në këtë formë ruhet tradita e shqiptarëve. Unë në mëngjes vije në 8 ora, punoj deri në 6, 7 ose 8 mbrëmje. Punoj me porosi, po kam edhe të gatshme. Nuk punoj vetëm, kam edhe shumë gra e vajza të cilat punojnë. Nga kjo është një angazhim i jashtëzakonshëm i të gjithave, se edhe është një përgjegjësi shumë e madhe se këto veshje kushtojnë. Unë punoj veshje Dugaxhinit edhe Trugovës. Për momentin e kam një porosi veshje Trugovës, për e marrë me vazhdu e punën ku më kam vedje. Materiali është kryesisht poplin, kërkojnë edhe paft, po pafti nuk po preferohet shumë tash. Ma tepër po preferohet poplini sepse është më i lehtë për mu bajt, edhe për mu mirë mbajt. Punoj veshje Dugaxhinit edhe Trugovës, për nuse kryesisht. Punoj me porosi, po kam edhe të gatshme. Ma lehtë është me porosi, se me porosi e din masën, e din se çka duhesh me bë. Ndërsa standardet mund vjen dikush me marrë mirë, po nuk është ajo që i duhet. E kështu me porosi e kemi edhe më të lehtë punën. Se e dim çka don blerësja edhe e bojmë në bazë asaj çka ajo don. Përndryshe na i bojmë vetë çka neve na merr mendja se është më mirë. Unë punoj edhe me shumë shoqe tjera, kam shumë bashkëpunëtore, po punën më të madhe thujese e bëj vetë. Për momentin e kam një porosi veshje kombëtare Dugaxhinit. Po kam fillu dje me punue fustanin. Fustani punohet prej materialit poplin, edhe prehen kinat, varësisht prej klientës si don. Kina duhet jenë prej 90 dhe 120. Në 90 nëse mbetet nuk del fustani ashtu siç duhet. Nuk del bukur edhe nuk rrin mirë. Kështu që duhet me pas kujdes. Kjo është punë në përgjithësi. Se njerëzit i porositin e kanë kohën e caktuar, ndërsa ne kur të pranojmë porosin, duhet i kemi parasysh edhe pengesa tjera të cilat mund na dalin, si për shembull ndërprerja rrymës, ndonjë rast në familje. Kështu që duhet i kemi parasysh gjitha këto për mos me ardhur deri te ajo që kur vjen blerësja me marr, mos me kone përfundu me veshja. Këtë profesion, ta thonë të vërtetën, ka qenë dëshirë shumë e madhe ta kem si profesion dytë. Pa mundësi punësimit edhe obligimet familjare, kam 3 fëmijë, 3 në shkollë, e pash se nuk është në rregull nëse rri, nëse s'bëj kur gjë. Krejt çka kam pas mundësi është kjo. Këtë mision ja kum parashtru vetes. E kom obligu veten me këtë mision se është një punë shumë e mirë
është fitim pruse, po mbi të gjitha jemi duke bërë diçka unë bashkë me ato shoqe tjera për ruajtjen e trashëgimisë kombëtare. Se ka filluar shumë ulon, sikur në shumë treva. Për shembull ta marrëm shalën, se më shumë pak ekziston diçka atje, ndonjë element, ta marrëm drenicën, ma në drenicë nuk punohet veshja kombëtare. E unë i përshëndes gjitha ato gra, vajza, ato nuse aq dvyshme që janë dugagjinjet e Trugovës, se nuk janë të elan anash këtë. Për të kompletuar një veshje kombëtare nusrie, zonja Dinore na tha se duhet të rrethë një muaj kohë. Ky është fustani, të cilën e ka porosit. Kjo bëhet si mbas dëshirës. Dikush don me ngjyra, kryesisht te veshja rrugovës dominojnë ngjyrat. Ngjyrat e ndryshme, ato më të dukshme. Ajo e ka dashur kështu. Po, kjo është, tash kjo vetëm hekuroset, edhe bazë të masës është po. Këto pjesë tjera, këto janë mangët e këmishës, këto janë jakat, mirë po këto ende dojnë punë, po na ka nalë rryma dhe tash duhet presëm derisa të vjen rryma, se duhet punu edhe njëherë kjo pjesa tjetër, duhet heket, mandej duhet ngjitet në pëlhur. Pëlhura është kjo, edhe pëlhura në varet çfarë e don klienti, çfarë e kërkon sipas dëshirës. Dikush e don pëlhurën krejt bardh, pak të vinë e kaft, dikush e don me ngjyra të ndryshme, mirë po kryesisht ajo e ka kërku këtë pëlhurë. Tash unë këto thuje e kam të përfundume gati, po nuk e kam këtë pjesën e përparshme, si thuhet gryk e sanak. Kështu që mu më duhet me marrë materialin edhe me pre për me vizatu. Edhe këmisha e ka të mënyrën e vetë të vizatimit, punimit, varësisht nga gjatësia e nusës, duhet jetë edhe këmisha. Gjatësia e fistonit, gjatësia e punimit, grykes të këmishës, kështu që duhet me pas kujdes, se nëse e lëm ma pak të punume se sa duhet, na del keq. Dhe duhet kemi kujdes. Kështu që ajo që i ka porosit këtë veshje, këto e ka gjatësine e caktume, sa duhet. Për gjënësi edhe ato si mbas dëshirës e bojmë. E kjo shkon prej 30 cm, sa është nusja gjatë. 30, 40, 50, ndodhë që edhe 50 cm duhet jetë nëse nusja është e gjatë. Këtu e kam një këmish, kjo është për veshje kombëtare dugagjinit, këto e kam vizatu. Po për arsye se na u nalë rryma, po e këqyrëm këto se si bëhet. Kjo është lidhca, kjo vendoset në kokë, lidhca e këmishës. Kjo duhet që ndiset në makinë, atëherë ka dhe punë. Dhe masi të punohet makinë, ka dhe punë tjera, se duhet më rrehen kokër. Kjo është lidhca, si bjen këtë pjesën e për me këtu të ballit. Kjo është dora e lidhcës. Këtu. Puna është kolektive dhe disa nga pjesët janë tashmë të gatshme, pasi për t'i prezantuar në këtë emision do të duheshin ditë të tëra, por megjithatë ajo na tregon se si bëhen të gjitha këto. Këto janë mangët e këmishës si duhet mu punue. Ndërsa këto e kemi funin e këmishës. Këto e kam vizatu, e kam të porositne,
Tash sa ta përfundoj këtë veshjen e Dugaxhinit, më duhet me njëherë me vazhdu me përfundu këtë këmish edhe me thirr Blersen me ardhe me marr. Këmishat si të veshjes kombëtare Dugaxhinit, ashtu edhe Trugovës, i punoj me patent mrapa, se për arsye se tash frizurat edhe kanë dëshirë që mos t'ju prishet frizura. Domethënë e veshjen e Dugaxhinit edhe nuk i prishet frizura. Qashtu edhe veshjen e Rrugovës nuk ju prishet. Ja vlen. Për mua janë 3 arsye. Po ajo që është arsyeja më e madhe është se është kënaqësi shumë e madhe ta punoj këtë punë, se di që po kontriboj mas pakti për 30 vjet kjo veshje mbetet. Për 30 vjet nëse 10 herë veshet kjo veshje, ja vlen. Këto janë shokë kollan. Kjo është mbi shpallak mrapa qitet, ndërsa kjo janë bel. Kjo është punimdore krejt. Këto janë punim krejt që punohen me gjilpon me ruza. Kjo merr kohë kjo. Vajzat e reja që s'kan obligime në shtëpi, dhe 2 javë mundën me bo me punu këto, se është edhe këto krejt vendosen pej ruzat para se të fillon puna. Dhe me thonë, nëse një kuqe ose një zezë mungohet ose shtohet, modeli prishet. Nuk del modeli këtë që duhet me konë. Dhe me thonë, krejt duhet me i numrun fillimisht, atëherë me fillu punën. Unë këtë punë nuk e baj, veç shoqet e bojnë, e kjo vendoset kështu. Edhe këtë qysteku, duhet t'jetë kuqezi, po ka rast kur e donë edhe kështu. Edhe shaminja e kokës, e dojnë shamin e kokës sipas dëshirës. E dojnë vetëm me ruza, e dojnë me sedefe, që kemi edhe këtu tjera me sedefe. Kjo nuk po i rrinë, se këto qiten anash, kështu. Kjo është e kompletume veshje e Rrugovës. Edhe këto mangat janë sipas dëshirës. Ka këto ndryshme. Kemi këto prej më të ndryshme. Këto ngjyra kryesisht i kërkojnë malësisë rrethit Shkodrës. Në dyqanin e kësaj zeje, Dinora ka paraqitur edhe shumë rroba për fëmijë me karakter kombëtar e për të cilat interesimi është i kënaqshëm. Në fund, Dinora shpreh një mesazh e cila ngërthen në vetin një apel në ruajtjen e vlerave kombëtare. Kisha pas dëshirë të apeloj të gjitha trejat, po edhe ato se nuk e kanë kalu edhe moshën shumë, të merren me këtë punë, mos ta lënë anash se do të na dënojnë gjeneratat e ardhshme. Të kemi çka t'ju lojmë. Spaku të
kanë gjeneratat e ardhshme me çka na kujtojnë neve. Një sy impreth dhe një durim i madh i Dinorës ka arritur që rreth vetës të grumbulloj vajza të cilat po e trashëgojnë këtë profesion, i cili është rralluar shumë.